Emisioni Jetë o Jetë me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Mirë mbrëma, miqtë e mi, po takohemi prapë me emisionin tonë Jetë o Jetë e sonte e kena mysafir një analist i përgjithshëm, po që jo veç që analizon politikën, po specialitet në analizën e tij është edhe sporti në përgjithësi e ma konkretisht futbolli. Sonte bashkë me mua është Ramiz Shala. Ramiz, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, kënaqësi gjithmonë, faleminderit për ftesën. Më thonë drejtën, ne jemi takuar në disa debate kështu sportive, jo shumë shpesh unë i preferoj, po zakonisht kur luan Kosova, edhe aty kum kriju një përshtypje interesant për ju, keni një mendim aqik dyjes, në kuptimin që tamon kur gjën nuk të bjen. Në qofë se krejt menojnë qik nejt, ti je pak ma që të dyqysh, dhe më thonë ti nuk ujdisësh me krejt të tjertë. Mram e patëm një ndeshje jo të rëndësishme për nga rëndësia, sepse Zvicra e ka kalu që tjetë pjesë e kompeticionit në kupën e botës në Amerikë, por që edhe na jena ende mrena kalkulimeve që potencialisht mund t'jemi për herë të parë pjesë e një kompeticioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e pe këtë këto dyqysh këtë farë loje në ato ndodhit që ndodhen? E para, të përgëzoj për emisionet dhe se jam për herë parë në studion e juve dhe të falenderojshëm për ftesën. E dyta, unë nuk jam aqik dyeje, por gjërat i shëm mbi bazën e realitetit për te i receptit se që... Për nashtë edhe kjo të bënë ma të veçantë. Absolutisht po, por realiteti është na jetojmë në një botë përditshme dhe në momentin që shkputesh për realiteti ose kime full me recept ose kime thonë menimin që do dikush e kur ma ato që ti në fakt menon për me parafrazu një mikun tim të botës media, një Ferizi Qiri, një shkrimtar tash me ndjerë, se ke unë për që ta dalej për tjerve se tham ato që unë menoj, jo ato që duhet e ato që menojnë tjerë që duhet me thonon. Pra, unë për të kthy te çështja e rrugtimit të Kosovës në këtë kompeticion garues. Vërteta është që kam qenë kritik dhe vazhdoj me qenë kritik për faktin që besoj shumë potencialin e djemve të Kosovës. Ja kemi hub Kosovës plot 7 vite kompeticione garuese. Një evropian, një botëror, një evropian, një botëror se s'din. Ata që kanë marrë përgjegjësinë për me menaxhu me futbollin e Kosovës, si nuk e kanë haberin. Shtash kanë filluar më mësu ka pak. Dhe kjo falë një vendosmërie dhe një kërkeset vazhdueshme që e bojnë e thejakët e topit në fushën e vlerë, që do të është me lejmë Krasniqi njërë. Dhe të përballë me këtë procent, kanë fillu menaxhmenti Federatës Futbollit Kosovës me kuptu që këtyne djemve duhet me u qasë shumë seriozisht. Qysh i qasë është një ekipi garues kompetitiv me emnat mëdhenj në top 5 ligat Evropës, qysh i qasë është seriozisht, duke vendos një shtab teknik serioz, duke u ofru kushte dhe duke i lirë ka serioze, kur të një shtab teknik serioz? Për shembull, s'ka pas serioz trener prej kohës Shallandit, për ka qenë kohën e Fadil Vukrit në ato vitet e para të pranimit, ma nuk kemi pas shef shtabit teknik serioz. E Hoda qa po duket? Po Foda e dyqysh, për dallim për tash varet me shka e krahason. Për dallim për atyne që kanë qenë, është sigurisht më i mirë dhe i pa krahasu shumë me ta. Mirë për atyne që unë i du dhe që i ka potencialit Kosova, nuk i përngjanë, sepse djemë të Kosovës punojnë me trenera që i Foda i këshyrë në televizor strategjit e tyre. Po dakor, na nuk po themi që po e zem Foda është në ashtë edhe në bazë të kapacitetet financiare. Jes, në lidhet kjo. Na kemë pare për trener. Kosova kemë pare? Kosova ka pare për trener, nuk bili vlera e pareve që i ka Kosova për një trener nuk është ekuivalent me potencialin që i vinë. Gjithmonë potenciali më i vogël.
Dhe kur ja fshesu media u këto që, por na që ka që kena parë dhe për që ka që munu me marë, kjo nuk shëndrën. Është e pa vërtet kjo? Absolutisht po. E di pse? Sepse trajnerët në qëtë rejthin tonë, qëtë Balkanin, ose Evropën ju përëndimore që piqunë të atjerë, në të gjitha kombëtarët ka trajnerë që janë pagu ma pak se dhe janë 2 për arë tjertë për asë marë fuda. Janë pagu ma pak? Edhe i Shqipërisë, edhe i Molitëzi, edhe i Maqedonisë, edhe i Slovenisë ma dje. S'po folëm për Kroacinë, se Kroatë kanë drejtin gjithmonë. Tash, na përveç që nuk e kena gjitë që me e pagu rafsata, por se cili që varë na e ka marrë dam shpërblimin e kontrolës që ja kemi ndërprej para kohë, të mos e ditë në vakt, të mos e bon vakt një trup profesionale, për vlerësime në civisë. Ose një klauzol që në qofë se s'ka sukses. Jo që din atë unë këta. Por një problem esencial është që Federata Futbollit nuk ka trup profesionale të vlerësimit të kuadrove për çka na duhet. Për shembull, po të kishte një komision ose trupe quhen se në zhargonin juridik quhen trupa, po të kishte një trup do të bënte një vlerësim real, cilat janë potencialet, çfarë karakteri, çfarë lojtar shkem dhe çfarë trajneri na duhet. Sepse jo ton trajnerat lu njëjtë dhe jo ton skuadrat i kanë lojtarë të njëjtë, me lumë skemat të njëjtë, trajnerëve të njëjtë. Domethënë dallojnë për ata ti duhesh me këshir profilin e djemve që i kinë ekip për bërjen me u përshtat mënyrës se që luan një trajneri caktuar. Foda ka arrit me u përshtat sepse kjo mënyra që shpëllun Kosova është mënyra shallandit, sepse lejtarët janë tillë dhe lejtarët tonë fatmirësisht kudo që luan në sistemin pothuajse të njëjtë. Dikush e qunë 4-4-2, dikush 4-2-3-1, dikush 5-3-2 kështu me radhë, sido që tjetë është e njëjtë organik dhe vendosja djemve në fushë është e njëjtë me ekipet ku ata luajnë. Dhe me postin e lejtarët Napolit në skuadër, njët Juventusit, njët në Levante atje, aj tjetëri në Bundesliga, aj tjetëri në për klubet ma e lejtare të futbollit evropian, është e thjesht, veç duhesh me gjithë trajnerin që i përshtatet lejtarëve. Jo e kundërta si që ndodhë tek ne, që duhet lejtarët me ju përshtat trajnerit dhe tash. Po trajnerit duhet me ju përshtat qati brumë, qata lejtarë që i ka me lu me mënyrën që ata luajnë në 90 ose 80-90% në mënyrën që luajnë ata në ekipet e veta. Dhe tani me finesa, me në dallim vogël, me disiplinë taktike, me lojë shumë pozicionale, me vlerësim real të kundërshtarëve. Jam shku më bogas si në Zvicër, të kështu që adham se mas lojës me Zvicër në ato aj rezultat ka të paramendoni, ti është vesh 1-0 rezultatin në Zvicër. Ose 0-0 na promi që më kualifiku. Po, me qëtë rezultat që me një na ishëm shku. Si shumë me pikë barabarta, gol averazhi ishë njëjtë, na kishëm me përsi një gol ma shumë qënua, ka problemi. Dhe më thonë, ti ke u 4-0, ti u dosh me mujtë Zvicërën 6-0 për më kualifiku. Veç 1-0 me pas hup, me mujtë 2-1 këtu i shumë shkuna. So 2-1, 2-0, 3-1, kështu radhë. Dhe më thonë, aja, kur ti qasësh ti një kësh kompeticion me 6 ndeshje. Çdo kualifikim i ka 6 ose 8 ndeshje, qoftë evropian që u botror. Që është me 5 ekipe grupi, i ka 8 lojë. Që me 4 i ka 6. Dhe që këto 6 lojë është turne. Ka lënë tutja i që grumbullo pikë më shumë në raport me duelet të ndërqelta. Tani ke për na shpjegu edhe punën e play-offit, se zakonisht na flasën play-offi, po kështu nuk e dina sakt, po... Ka gjaj pështelto, që kjo mënyrë që e kanë është hera parë, është ka gjaj komplikun. A e din ti, më na i shpjegu? Po. Hajde shpjegona? Play-offi... A ka gjosë më naro me Shqipnin? Ja. Pse jem të nejtë në vazë, jem të nejtë në grupë. Ne jem në vazën 3, dhe këtu nuk takohen njënë me tjetër, nas në rrëthë. Në vazo është Shqipëria, është Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe Kosova. Po. Ato nuk takohen, mas në finale në njëmër veti. Në këtë kompeticion, ja. Mujë mu taku në gru, nëse kualifikohemi, mujë mu taku në botror. Dakord, po qitash në play-off nuk ka shansë mu taku as me Maqedonin, as me Bosnia, as me Shqipëri. Mërana ishti grupi nuk ka, se kanë mu taku me ekipet tjera. Me vazën 2. Me vazën 2. Kush është pjesë e vazës 2? është Çekia, Slovakia, Walesi dhe Polonia më duket. Se këto nuk e kom pas se kjo ka ndru mbromë, sepse disa i kanë pas ndeshjet e funit, për shembull, Hungarinë eliminoi mas 24 vjetë ekipi tjetër për një gol, minut 95,
e që i shpi e lanë në eliminatore, tash ajo me gjos do t'jetë në vazonit. Që ndryshimi ju nesër do t'jetë shorti. Nesër do t'jetë? Do t'jetë shorti nesër dhe nesër do t'jetë se cila skuadër me cilën lunë. Po vazoja ne, edhe vazoja 4 që vinë prej ligës të kombeve, janë të rështuara në vazën 4. Dhe ekipet që janë në vazën 1 do të ndeshen në gjysmë finale me ekipet e vazës 4. Ekipet e vazës 2 do të ndeshen me ekipet e vazës 3. Rrjedhimisht, ne mund të jemi rival me Çekin, Slovakin, Polonin edhe Velsin. E Çekia, ka futboll të mirë? Absolutisht. Unë i posh disa ekspert në televizionin gjerman, dhe për që di ata klasifikojshin që përjashtë Walesin, sepse lojt ajo na nuk lujna, as na Shqipëria nuk lujna lejshtin e por vendas. A nuk lujna vendas? Ja, as ne as Shqipëria për shkak të renditjes, për shkak të rezultateve ma të vogla që tjerë që i kemi, dhe renditja e FIFA-s që i del po ashtu nesër është jena na manal. Shqipëria tani është ja 20 vena ma pushtë, na, kështu më radhë, për këtë fakt na luj me... Mas pari i shkojmë? Po, ndeshjen e parë shkojmë, e dyta përcaktohet më shak. Edhe këtë më thoni dëgjesh analistat për këtë temë. Cila ishte opinioni që... Gjermant i klasifikojshin që se cila prej skuadrave në vazën 2 nuk e dëshirojnë Kosovën. Dhe më gjë që na rrit aspektin, po ka tani një rrezik tjetër që në aspektin psikologjik të krene përsi, po e ka një rrezik tjetër që i mobilizoj skuadra tjera që luajnë me ty. Për shkak lojëve të mira që i kemi punë këtu 5 gjira të radhë. 5 gjira të radhës për ashtë ndeshjen e parë që konë monstrum. Ska mas pak të kemi lujtë futbol. Tash, nëse na arrim që në lojën e parë me cila dhe prej ekipë, mu nuk mbojnë për shtypje dikën e kemë në rast se e shofim potencialin që ka skuadra, formën e për të cilën kalojnë lejtarë të reprezentacionit një për klubet e veta, të gjithë kanë 90 minuta, 75 minuta, tu për jashtë Zhegrova që u kthy për një lëndimi, lejtarë tjertë janë gjithë në ekipet e tyre aktiv, kanë minutat e mjaftueshme dhe kjo e bën dhe uroj që ta kenë kështu se marrë së shbegi largë dhe janë mujtë kur rëndohen ma shumë të kampionatet janë mujtë dhjetor edhe fillim janari kur hinë edhe ndeshjet e kupës edhe lejtarët kanë ma shumë ndeshje se sa që në këtë fazën e parë të kampionateve përkatëse respektive që shquhet kampionati sportiv 2025-26. Ramiz, pse s'peshtin Zhegrovën prej fillimit? Si pas bindjes tem, unë e mram isha dhe pash lojën. Në momentin që është fut Zhegrova, e kisha për shtypje. Unë nuk jam profesionist të fushës, po për shtypja jam edhe lejohet mu të regu. E ndryshoj algoritmi lojës. A kishit për shtypje dhe ti? Unë kam kryu një përshtypje interesante për trenerin, kam thonë për disa me gjume tjera që është Fregacak. Pse? Se s'po guxon me sulmu. S'po guxon? Me sulmu. Me sulmu, okej. Jo, s'po guxon. Fakti që ti e respekton kundërsharin e pret në zonën tonë, kjo do më thonë që ti po tutesh. Në fund në sport është kështu. Dhe se cili trener që guxon, ja 35% rezultateve i kur më shumë veç pse guxon. Veç pse guxon? Veç pse guxon, fush po flasëm, guxon me sulmu, guxon me eksperimentu. Për shembull, gjosë që sënë që shpo dhe 10 me na i dhonë Zvicra dje. S'na kështë jekë për play-offi. Po. Na për që të ishëm. Pse mësë me sulmu, me provu mja dhe 6. Me provu? Me provu mja dhe 6, po le të jem braj. Ti provu mja dhe 6, dhe ne shohëm që ja për. Këta nuk e provu më fare, paramendon në 39 minut, me një disfavër për një angolave, 39 minut i ke hi njerën 16. Kjo është frigë. Nuk është sporti mësë me morë gollë. Merë gollë, po jepi 3, merë një, gjësë botë. Jepi edhe 3 tjera, merë edhe një, hisë botë, po tu e provu me dho gollë, e jep, tu mësë e provu qysh do me dho gollën. Qysh, tu e prit në 16, jo. Dëmon, foda, përmenimin tem, në 2 ndeshjet, edhe në atje me Zvicrën, atje u konë monstrëm, s'ka di që ka dosht, këtu është frigu shumë. S'ka pas nevoj, Zvicra që kam mjaftu një barazim, edhe me adhon 4-5 të upasu, mërzica apet ishin shku, ishë rujtë mësë mi morë 6, për në rënë një tjetër element. Kosova e kishë fitu bindjen që i mundet me sulmu se cëllë. Nuk është mbrojtja Zvicër me në pjedesal me forcë e Slovenisë. E kini pa ju lojnë e paske pasion. 4-5 herë pëthu që hinë i Zhegrova, 4-5 herë e kina rëkë me presion, javë kana fitu tupin, ma djenë zonën e tyne, mrana 16. E po ta përshtypen që ndryshoj algoritmi lojës. A dhe pse ndërën, se a ideal ka impulsivitet,
ai djalë ka teknikë mjaftueshme, ka shpejtësi edhe gjithmonë e din çka don. E din çka don. Manja tash të lutë një Juventus është disiplinu dhe ma fort, nuk e ma të upin këtë, në ato zonat qurë atje ku s'mund tjetë E shisha, kisha edhe këtë. E ke vrejtë sa heroin 6 metë në shumicën, me të pare. me leherë pasimin në kam edhe e krym punën e vetaj. Lujti ma mirë se gjithë, për shaqën për 30 sa minuta lujti ma mirë se gjithë. Po të gudzën të foda, do duhet të asilmante me 4 Zvicrën. Me Zhegrovën në të djath, me Albion Rahmanin në të majt, 2 qendrat Fisnike edhe Morici, edhe provo 30 minuta japja 2 golla s'gjos bëhet, po le ta japaj ty, po ti provo me sulmu. Në Sloveni kemi fitu, jo pse kemi lu na ma mirë se Slovent. Po e para Slovent kanë qenë dëpt, e dyta na i kena sulmu në zonën e tretë. Ato ku fillojnë aksionet e Slovenve në mbrojtje. Neve kemi fitu topat e dytë, në atë mesin, sa po kanë dalë ata nga mbrojtja e tyre, ose sa po kanë hine në rrethën e mesit fushës, në aty ja kemi fitu të gjitha duelet dhe këshyre që shbje golla. Me një aftësi individualet e jo që i kena bo në aksion të rrethshëm, po kemi bo presion, to po fitu prej Avdullahit, vjen të Vojvoda, i lësheni tëp, visa me e fut në zonë, se është ma shumë tëp i debun se sa që është pasim, e fitan Aslani me aftësi tipike individuale, jep gol një bloke për shkak që 2 lejtarët që e markanin Fisnikun, a i djali i dribloj mirë dhe javë në zonë pamjen në blokët, edha golin, i 2 gol, ata pe presioni edhe në vetët. Nuk është që i bom na i loj ku me ditë të mirë. Jashtë zakonshme. Jo, pa ata lujtën dëpt, e dyta nuk e kanë prit që Kosova shka një sulman në zonën e tretë. Njëjtë se kish prit Zvicra me i sulmuna në zonën e tretë. Nuk e kish prit se a kanë që I kish dalë befasi këtë kjo gjë. absolutisht po, po këto duhet me guxu. Këto duhet me pas trajner që guxan. E pse nuk e ka shti Zhegrovën prej minutës po? A është i lëndum? Apo çka është? Ja, qërë, për shikush të juve, kom sharu dhe në studiet tjera, momentin që t'jesh në 18 në Juventus, gjë kapaciteti jëtë fizik duhet me konë 100%. 90% me konë nuk jenë 18. është vetë një akademi sportive në Serie A, që lejtarët nuk i nënshtruan urna trajnerit pe pos një kriter, 100% në kapacitet fizik. 100% në kapacitet E para, A e ka Zhegrova? po fakti që aje përfshin në 18, që inkuadrën në për pjesë të veta, dikon 7, dikon 10, dikon 3, dikon 13, s'ka rëndësi, po për mi morë në 18, tash 21 që i kanë në protokollet zyrtare, a i do të më kone 100% në e kapacitetet vetë fizik. Edhe ti e po vepro, ma kona element fizik mongo ajo aje. A i kalante ka Akanji, që është mesin e qendër mbrojtësa më të mirë të botës, nuk e kuptejke a i tjetëri ansuri i Juventusit në kra, nuk e di kesh ka të bo Zhegrova me topin, ma në një performancë shumë e mire tjetërit në onën e kondër djali i Kosovës Zabërgja, që i bone një paraqitje për mu të mirë, po paramendeni shumë lupi fillimi që është. Rezultati kishme qenë ndryshe, Zvicra dhe të mbrojë me 5 ose me 6, se jo me 3 shumicën e rastën me 2 kur o hapshin në nësure, edhe kjo tani jep mundësi me sfushës me shtu numra për para. Kur i ka 6 mrena, e ka të pa mundur me shtu trupa për para për mi unimu sulmuzve. Stregun ata ku me ditë farloje. Trim edhe pak të Zhegrova. Krejnë në fond, mas i shkum të shpia e pom një aeroplan special për Juventusit. A thu pse? A thu pse? Soj parëndësishëm, ajo është i lendun. Për shta, s'mën me lujtë. Unë ty për të veti. Po sepse ajo është lejtar, ajo lejtar që Juventusi ka pagu për to 25 milion. Edhe është lejtar që ka promovu Juventusi ma shumë se se cilin prumje në 10 vitet e fundit. Prej 2015-ës, nuk ka ekip në Serie A që ju ka bu ma shumë marketing se sa Juventusi që ka i Zhegrovës. Më rehim këshërne. Me të mbaru ndeshja, Juventusi e ka pas në faqen e vetë zyrtare, levizjet e Vojvodës, e Zhegrovës, a i kalimi nërkoma të lejtarit Zvicran. Që ja hupi topin. Po pra, edhe thët, performancë është shkëllqyjnë e superioritu në dënë Zhegrova. Aja nuk ka ndodhë Juventusi mi apo dikuj gjithë këtë marketing. Nuk ka ndodhë, dënë Zhegrova është prej që ka hynë Juventus. Kalzona përveç rëndësis, a ka në i loj së shpejt Juventusi, a qka është rëndësishme me kone aeroplani privat të e prit me njerë mas ndeshjes me gjas? Jo, ka regla. Në klubet e mdha, ajo është klub që determinën ligën sa së vite rrështë. Klubet e mdha nuk investojnë, hajqë kërre teta është rrëm në Meral dhe delta në mas loje shetetu pak në Përprishtin. Ata kanë strikte kohën kur të hep lejtaren edhe kohën kur ka me frën. Aja din me minuta kur ka me mrinë Kosovë dhe kur ka mu këty për Itali.
edhe nuk e lon avionin privat u shkosta, sigurisht e din. U shkosta dhe klubi e pagun, se pagun Zhegrova. Po, shqyqara e dihet. Po për faktin që a i dënë me e pas në kontrol, sepse i duhet se në Itali janë 38 ndeshje veç në kampionat. Pa kup, pa gara evropiane, pasje. Veç në kampionat, veç për me e fitu titullin e kampionit, a i ka milu 30 ndeshje. Dhe nuk i kanë 40 lojtarë, ose 50, po i kanë prej 26 dhe në 33 futbolista. Tu përfshi, varqisht ato ka tash lindime, ka kartuna të haleveq, veç sa kanë baru 14-15 javë të para të kampionatit. Dhe ato nuk është njësi me lunë Kosovë si në Serie A. Krejt buhet e edin që në Juventus ka dështu një Patrik Evra që ka qenë një prej lojtarëve më të mirë të Manchester Unitedi. E vërtet është. Ka dështu një Juventus. Ka dështu Zidane një Juventus. Zinedine Zidane, lojtari më i mirë një Juventus, s'ka pas në karriere. Performance. Ka dështu, për shkak të ngarkesave të larta, unë ja marrë një shembull. Pavel Nedved ka qenë një çek, një prej lojtarëve më brillant në aspektin fizik. Kjo të kthehemi te Kosova, Pavel Nedvedin e kujtoj edhe hala e kam frikën e tij. A është trajner të Ta është trajner. Para mendoj Shqipëria? kur ka shku në Juventus, 5 javë të para s'ka mujt më përfshin 18 mungesë të kapacitetit fizik. Pavel Nedved. 5 javë të para nuk e kanë përfshin Malçella Lipja ka vëheqat Juventus atëherë. Pra, para mendoni çfarë akademie të vlerësimit fizik ka në Juventus. Dakord, pse nuk po e shtem pe fillimit Foda e Zhegrova? Sipas teje. Sipas meje, ka shumë element, janë 3 kryesore. Fakti që federata atëherë i përzone prej Emeraldi, Muslin, Zhegrovën edhe Arjan Moresh në atë daljen pa vetë Agim Ademin, edhe tani mos bindja e Zhegrovës mas mrapa për të kërku falje për mi nënshkru ato letrat e famshme, sigurt edhe kur ka ardhë, sepse ajo është pak djallë që i thujmë na nena hajlas, pak i hajlet është kështu si natyrë, qapken bas, edhe po gëtë që Foda i ka instruksionet e atyne që i vetën ka pak aty në kep, që me paramendani kush një trajner më bëhet që një yllë që kem na Zhegrovën, është në 2 minuta po kryluja. Kjo mja shkravit, këto e bojnë trajnerat, falë shpreje nëse mu i me quti djetë, se s'di që ka personifikim tjetër. Për mja shkravit karakterin i lejtare, me që atë profili thu 2 minuta po kryluja, hajde me lu, për me të refuzu që ti mës me thirë mra. Kjo nuk kuptuhet ndryshe, sepse një Zhegrovë nuk ka nevoj me 1 minutë në 88 me lujtë. S'ka nevoj, sa i lunë bëllë, ka lujtë për Kosovën, lunë për Juventusin, ka lujtë kundër Real Madridi ka qenë lejtarin deshës, e kështu më ratë. Ski, ai menoj që e kam rrimë majen. Po, s'kem na matë madhë, dhe nuk koj mëtë që edhe një dekate e bani Zhegrovë. Dhe me ko që e bojmë një ne, mas një viti 2, hajde si dhe me ta që shdush. Dhe mund, Zhegrova nuk e ka tratmanin e mirë në reprezentacion, e që menej që është gabim, sepse na kem nevoj. Kem nevoj se ma vështirë, ma letë i fiton Kosova lojt me Zhegrovën, më rana se pa Zhegrovën. Na i ke shpjegu bukur mirë, unë përveç si udhëhesja e emisionit të kënaqsh aty të ngusët, do sene, më të kanë dhënë drejten, isha shumë kurioz mi ditë punën e play-offit, punën e aty në Vazov, po që... Play-offit një strashur të unë rëj që ti kemi që i ke manga që sajde, për jashtë Slovakia që është të e kalun një super formë si reprezentacion. Qaja pas ka më në rase... Nuk ka rëndësivre 3 janë ato, cilla do që të vjen na një luj kemi luj. Dakord. Ajo që ka duhet na me bo, duhet me moj që të frym, edhe duhet mu luj që denë mars, djemë të Kosovës në për ekipet veta mësë me pas lëndim dhe me pas minutosh mjaftushme. Me lujt dhe mësë mu lëndu. Kjo e manë formen e lejtarve në për ekipet veta. Trajneri e reprezentacionit e një menager që duhet me shti me lujt që ka formen më të mirë. Dakord. E pe edhe situatën, ose unë që isha pjesë aty në tribun, është fishklu të nkohen Granit Xhakaj. Edhe që duhet me thonë për shikus, në asnjë moment, se kom përcjellë me shumë vëmendje, nuk është fishklu prej tifozëve Dardan. Do asnjë moment. Do kryesisht përbes po më në kapacitetet e mia, ju mundu me përcjell situatën. Nuk është fishklu pej Dardanëve. Pjesën ku ulen mrapa golla, në që ata e kom përcjellë se ajna është edhe individualisht në edhe ka mujtë, po
kryesisht në pjesën ku jemi ka na të pjesa P5, aty ka pas shumë britma sa herë që ai e ka kap topin. A thu pse po ndodh kjo? Jetën e para, nëse kish me ndodhë kjo që po thute, që nuk i kanë fishlu këta 3-4-5 individu. Qëre dur në zemë s'pishti unë për këtë punë. Unë po thëmë qa kom dëgjua, qa kom pa. Qa ke pa ti, mund tjetë relativisht të sakë, po që ajo që ka dihet është diçka këtë tjetër. Po. Pse? Tribunat për balë për rendimi janë lindja dhe atje kryesisht vendosen një pjesë e orientuzve të dardanve, që unë i një me ftyre, me figurë. Dhe ne komunikimin maseve ata që e din, unë kam qenë gjatë në klub dhe e di që instrumentalizohet masa, si dhe mos të fazët. Nëse mba me anë fillimisht kanë qenë me thonja 5-6 vetë që kanë nisë me fishlu. Jo ma shumë. Dhe që ata kanë leviz nga njëna pjesën e tjetër. Dhe që kanë fillu, mas minutës 7-8 kanë fillu me nisë me, sepse në mos u shkëto 3-4 vetë me bo u, fillo me bo dhe aj tjetër, e kështë në radhë. Unë e kësha përshtypen që mrapa meje, që aty ishte zanafila e krejt gjës, prej fillimit, dhe më që ato kanë qenë një pjesë e madhe e koncentruna atyne që i thujnë veti njerës që mirën me këtë punën e tifozerisë Dardane, që për mu janë njerës që nuk e meritojnë mu mirë me atë. Unë në fakt nuk duha dhe me besu këtë fakt. Nuk kem nevoj me pas ultra se s'ka asë njerë stacion tjetër. S'kem nevoj me pas ultra. Tifaz Dardan janë tonë, si aj që i bjen për Zvicër e pagun 300 euro biletën, si aj që e pagim ademi nërsi të ullfali. Njejt janë, tifaz janë të Kosovës, jem në regullë. Mirë po, ajo mëndësi në gjykimin të amë, është mëndësi e Filikoqit. Që i bje? Që i bjen, Filikoqit fishklen, bazhurëm, dhe qka përqenë si mesazh Filikoqi? Fishklimen. Dhe kuj për fishlen? Për fishlen një djali të Kosovës, sepse Ragip Gjaka, baba i Granitin, është një burguzën politik që pej Jugoslavisë, Serbisë, Miloševićion u ikvi Kosovë. U shku që ati në Zvicër. Që e Zvicra, trakën e të cilit si kapiten e bartë e Iberi Ragipit, ja ka dhonë mundësin, infrastrukturën, shkollimin, arsimimin, stërvitjen, pregaditjen, fizik, e gjithë shka tjetër, për me pas Granit Gjoka profilin e sportistit botëror, duke qenë shqiptar. Apo jo, e kam shif në erë Granit Gjoka të qenë shqiptar. Absolutisht jo. Shumë mirë. Granit Gjoka i ka me prononcimet në të gjitha prononcimet e ti publike. I ka pas, unë jam shqiptar, vi nga Kosova, prente mi janë orë si rozdati mosa represive të regjimit Miloševićit. Dhe këto e kime ma shumë se 10 herë në përkrit mediat prestigjioze. Ka arrit me përqu mesazh të masporit të shteti helvetik, që diaspora jonë, që është në mas 500.000 atje, ka arrit me u anticipu, se neve në kategorijnë Miloševići ka thonë njerëz me bishta, apo ja, dhe ata na kanë kategorizu si njerëz të nëcis dytë, ka arrit me i binë që shqiptarët mujnë me socializu me se cilin ambient, mujnë emancipu, dhe mujnë me u përformu deri në mojet në atë kulminacionin e arritjeve sportive, se nuk ka ma të modhe për një sportivë, sepse me në gjitë rokën e kapitinit të reprezentacionit. S'ka ma shumë në futbol. Fune është. Bravo. Tash, për te i kësoj, a e ka dhe vlovën e vetë sportist kulminant që është Taulonti. E që Taulonti, kur Granitin e 2011 ka vendosë me lujtë për Zvicrën, Zvicrën janë vënu me Taulontin. Dhe me njëherë në 2012 Taulonti ka zirë Shqipërinë. Tash, a duhet me i vishlu Taulontit që ka lujtë për Shqipërinë? A duhet na me i bërtit atina me abo usja, si njerës shmendër, ta manë si njerës me biqta i nasjel në stadion. Ndaj kuj, në një djallit Kosovës. Për çka? Për shkak që nisim udhëheqëm nga një mëndësi i Filikoqi. Kuj për i fishlet? Vetëm mëndësia e Filikoqit paraqet impiontin sportiv Fadil Vukri si vend në të cilin u rehen kampionet. A keni ikun me urë? Po i ka lujt Lionel Messia me Barcelonën kundër Real Madridit në Bernabeu e ka të varë Turkit. Nuk e kanë urrit, nuk e kanë fishlu. Sepse është lejtar kampion. Dhe mëndësia e Filikoqit javë paraqet botës
që në Kosovë, na i na bot lajmëre, i na bot temë Zvicër që Kosova i fishlan Granit Xhokës, do më kjo minësi flikoqe. Sepse nuk është e vërtet që Kosova i fishlan Granit Xhokës, Kosova e pret Granit Xhokën para durç, e man. Kosova mburret me Granit Xhokën. Asnjë ambasador ma dej nuk e ka Kosova se Granit Xhokën. Dhe granitet e tjera që i kemë në përbud. është Kosovara Aslani që ka lunë krejt klubet më të mëdha. Krejtve ju thëtë unë jam shqiptare nga Kosovë, dhe ajo ikë në situatën e njëjtë si që ka ikë prende e Granit Xhokës. Ato nuk e fishklejmë, sepse... Po, mirë, Ramiz, ideja është... Dhe jo, ta kësha justifiku ato që janë kodardanet, si kur të këshën pas në foqet e ty në zyrtare një denoncim, distancim dhe mesazh keqardhës për Granitin. Okej. Apo këpëtan, dishtat sekone, ngova, pa hi në mision e lexova në status të aty që i thet veti kryetarës unë zdia që kërë mos zjedhe, ta s'kur që ka zjedhe. Po e lexova, kërku nuk tha që i më vje marre, as më vje keq, me sjelljen e njerëzve në impionte sportive. S'janë impionte sportive me shku me kallzu rrejtin dhe njerëzve. S'janë impionte sportive me shku me paraqit Kosovën me mendësi filikoqe. Këtë kjo, Ramiz, pse pëndodhë, Ramiz? Pse në institucionet përkatëse sportive udhëhiqen nga njerëz që kanë mendësi filikoqe. Veç për çfarë ndodh. Nuk ndodh, para mendoj kur kena reagu na, ka fillu sed, me thonë 2 orë para se me orë në emision tonin, ka reagu Agimadi me në faqen e ti Facebook, madje Josi Federat, pa në një profilin e ti, edhe ka thonë, për ata që pa na kundërshtojnë për kësën janë 20 faqet, janë 20 rreshta i të fletë kundër njerëzve që kanë kritik për qasjen, për sjelljen, për veprimin, për mënyrën që shiten bileta, për mënyrën që shtrajtohen djemë të Kosovës, pa ka gjomat mërë për në Sloveni, e kom zjerë biletën për 1 minut, në Kosovë me 6 pajisje elektronike, telefone, laptop, as kom orë kur mundësin me ble biletën. Për qef, jo që shkojnë në stadion, po që i kam një mal njerëz në diaspore që seher ble bilet, ja vdhon me orë, sepse Kosova bre ma mirë bre me orë dhe ata gërbeqarë tuën, i hargjojnë janë 1.000 euro për një ndeshje, i shojnë familjarët e vetë dhe knoqen me ngjarje sportive. Po jo me mendësi, njërësi është esë, me nejtë këtë. Po jo me mendësi, jo mi prit na me mendësinë e filikoqit. Jo bre su Kosova qaja. Kretë kjo ma betë, Ramiza, ka dozë ose, që me thonë, stërpikje politike? Absolutisht po. Pse? Sepse Agimadi është, sepse, tash me të kallxu kështu, që flasëm na atje thujmë ja hjek petën krejt, për drejnice, e vetëmja federat, që është pura politike, e që mas shumë të i thirët sporti jashtë politikë, është Federata e Futbollit. Federatën e Futbollit është një farë edhe interesanti, vetëmi vend ku s'ka opozit në raport me ndikimet politike, është Federata e Futbollit. Ato Agimadi më i lodokës, a i tjetëruj podokës, a i tjetëruj vëvës, a i tjetëruj akës, me amna me mbjamna që dëhim, po përse i s'ka nevoj, se tani për në gjallët reagimje, po më shkën 2 javë dhe të merën me për cilë, jo që din me thona i sen, po më dohet me këshyra po ofendojmë që më javë që pa ditë në gjukatë. Se cilë e bityne, përfa zyrtarisht vjen për subjekte politike. Edhe dikimin më të madhë, edhe shteti madje, para me ndone më rëna kemë kryetar federatet të suspendun nga Komiteti Etikës dhe Disiplinës, pezullun madje për 5 vite. Edhe veç ka thonë, okej, anë e ke kry procesin gjysura, po që po ta pezullojmë vendimin, veç që kanë në ngri, sa me të mojtë kontrolu shumë, e këpëten? Kush më të mojtë kontrolu shumë? UEFA, po të manë kontrolu shumë, se qka është interesi i UEFA-s me majtë një kryetar një federatë të... Se atu ka komisione, ka vota, të lypet vendimet, lypet menimet, atu ka disa avancimet të gjyshtarve me shtetet tjera ka neci, kanë ka 4-5 shifte, na i kem 3. Edhe ka funde, ty t'jep dhe të mjerë dhe të shuj. Shuj se t'jetjen, apo jo. E ati tjetër që një thët, ati jep vesoj takojnë. Për shemull, janë tash zgjedhjet vitin e ardhshëm në UEFA që Ferini pretendon prapë, thaj do mi pas kontroll centralizuar në votat e Ballkanit të kështu me radhë. Me ardhna jo si unë ti nuk e votojmë qeverinin për çfarë, i thojmë kallzëm mund vetoj po kallzëm çfarë fito Kosova. Okej. Po pra. Kjo po thu që po s'mund të ketë tjetër. Cilla unë tjetër. Pse duhet me nga
politikanët mas krejt të federatës, ose me pas në kontrol të federatës. Pse duhet me ngam jam shqedë rastet prokurori? Nuk e kam qëtë përshtypje që ngajnë politikanët mas kryetarit federatës. Mirë, qysh fëdel për i burga i kalzëm? Këto nuk i di, po nuk e kam qëtë përshtypje. Po atëherë, qysh pe krija përshtypjen që nuk pëngojnë e njëre, hadep let në arrestojnë muën ty për shmogje të atimi. 300-400.000 euro me një firmë që e kam shil para 10 vjetë që të pare federatës ta. Hajtë let në nëzonë muën ty. Të kthejna pak ma në pozitivitet. Okej, hajde. Sepse Në regulli, unë po jam argument, për që ta unë jam ndryshe. Unë të kumë të regu që emisioni e mënona me pas pak ma shumë pozitivitet. Ma shumë, ma shumë. Edhe unë kam qef shumë, ma shumë me komshtë. Krejt qka po, si përfundim, menoj që e justifikojnë ose justifikohet komplet gjëja në qofë se na kvalifikohemi edhe është historike. Po ja kemi hubra, a di çfarë grupi, a di më në çfarë grupi dëpë kemë pas para këtyne eliminatorëve. A di që u dosh një adhën tonë me katëri cupa dhe me qitë frymë, para me ndë në miral dhe grëmbullu në komtarja, reprezentacionis e komtarja është komtarja e Shqipërisë, qatë në mas 2 dite është ndeshja, neve shkëshin erës të ishin policia në miral presidenti e federatës. A di që dhe me thonë për lejtarë tja? A di që Vedat Muriqin, me bo mi thirë prokurori i shtetin s'fojnë. Që aty e në halë futbolin e mo. Vish mi thirë. Ose Mërgim Vojvodë në Itali, ose Granit Gjakën që përshojmë na, Granitin, me bo mi thirë prokurori i shtetin Zvicër për shmungje të atimi, karjerën e tijaj që aty e në halë. Kemi folë mjaftu shumë për kombëtarën. Dhe që kjo element, për shemull s'na kalon, a din lojnë, kujtë lojnë me Mazdonin. Halom ofër kemi qenë. Me Mazdonin e Mazdoni. Halom ofër. Unë nuk kam qenë me Mazdonin, por që si pas informatat mija ka pas shumë përqare me nga grupit. Muhamir Ramonin s'ka orë dhejsh para me ndonë, ka orë Pandevi ka orë, e Amir Ramoni më arqitu jës pas, ka pëllis, ka pas me se ka lëshu ekipi. Ka qenë ku e pandemisë edhe... Shpunë punë modhe. Sa veç për neve ku pandemia? Pandeve qësh kom dëgju... Pandeve orë me avion special si që grova që u këthi prom. Me speciali orë. Mirë. Edhe na mujten edhe shkuna ta na... E vërtet... A disa ofër. E vërtet po... Plus kena lujt me Gjorgjin, ma sa lujë e kena. Me kalu Maqedonin lujshë me Gjorgjin. Gjorgjia u kon nuk është kje sëtshme. Na po vdosën para 6 vjetë, se Gjorgjia është fuqi. Në atë ku kanë pas të loshë shumë të mo, ata se rëpstacion. E kuptoj. A pe kuptën, i kena hup trisikle dhe a dikun problemi jam. Jo me këta njerë se le të zhvatin më rësko golla se këtë Kosovë, jam su me zhvat se cilën fushën. Ramez, jo e një edhe njës... Veç një element të mdhimet, që kjo gjenerat po shkën. Qka të garantën ty dhe mu që mas 10 vjetë kanë me orë një gjenerat që na muj me besu që kanë me në kvalifiku divën. Në sport nuk ka hipoteza, nuk ka ma mërmenja se të ndodhë. Në sport shihen, e shemë sy. Dhe kush të garantën ty, Vedat Muriqi se di 41-42 vjetë, vitin arshëm i 43. Qka të garantën ty që në mars e ki qitë formën e tiset? Në mars, li ma gatë, në marsin kur janë deshjet me 26 dhe 31 mars, na i kem 2 ndeshjet, qka të garantën që i ki ekipen në qitë formë? Pra momentumin në sport është shumë rëndësishëm dhe këta nuk ju kanë fokusu këti element, s'kanë menu për këtë element, s'kanë punu me pas këtë element si përfaqe. Sepse po të punojnë që me këtë element, në minimalisht Evropianin e kalu me Shqipëria e pa troktimin shumë më të fështirë se na mëra në grupi, po kalej. Me ekip shumë më dë pozit për pozit se na. Po ata kanë trajner, kanë shtab teknik, kanë drejtër sportiv të kombëtarës, nuk e kanë të na menagjeri kombëtarës u dheqë misionet sportive. Ku kom but? Kur i nina ta Shqipënis na livdojnë neve, kur i nina na vete, na të Kosovës i livdojnë ata, ja që të kalzej për cilësi. Sëm pibim vje kësaj punë. Ja që të kalzej për cilësi, lejtar për lejtar, lejtar për lejtar, pozit për pozit, na jem pa krasu me ta. Me bo me hinë fush në jep 3-0. A di pse? Pse? Sepse a i ka kompaksi vertikale të qeverisjes, edhe ka detyra horizontale të menaxhimit. Që në spër dhe me thonë, sakte din drejtori i kombëtarës, cili trajneri, cilës grupmush, në cilën loj ka me këqyrë cilin njeri. E din të na? Se di jën. Ju se din heq? Unë se di. Ju nuk e din, sepse me ko me dit, Galapeni, u ku qytu u dosht Alban Bushim janë që unë i ftes, me morë të unë i stenishat, me shku drejtori sportivi Prishtinës me i thonë, zët një, jo ne kam një ftes për një lejtarë,
Apo ju vyn ju apo qëti Shqipnia se djali ka kapacitete, veç atëherë u dosh me thirr. Kampi nacionalën Hajvali, Prishtina ka stadionin Fadil Vukri kryq stërvitjet. Çka larg janë ka më shku me po. Apo këto plus i ka lu 2 kampionate të Kosovës, që bojnë një 72 ndeshje. Pa kup, veç kampionat i ka lujt Gallopeni. Kërkush nuk i ka ronë men me orë me thonë, aty pse sa i s'ka pas menaxher. Mja dhon ka 500 euro, ka 1000 euro që jam mësu këta. Çka që kanë çmimin? S'kan më lart. Edhe djali ka lu futboll për çef, ku djali ri. Si djali të jam me që mund me lu në Estra. S'ka pas në njëri që është ty, kur i ka thonë ban buxhet i djali me çto cilësi mu po mvynin brendsi majt, apo vjen me lu për Shqipnin. Mos me pasku dritën Krasniqi me i kallëzua Gemademit. Që të fakt, Gallopeni sot si shkëptar, ishë Shqipni. Edhe na ishëm dollë tani në televizor e këshëm shoh, qyshe la Kosovën, pse na traftove, apo kupten? Njët e pote me Etnik Brutin, njët me këtë tjetërën qëtash që shkaj kë Djarë Vokri, e këshëm e ra. I ki qitu se merë, Nazmi Gripshin, qitu krejt kampionatin e ka kryq se ka murë Shqipëria. Edvin Kuq, ka rejt kampionatin ka kryq të me Balkanin, se murëm na e murë Molizit, 2 golla i dha Serbis midis Beogradi. Qitu është, qitë Nestra është qitu Dabiqaj të drita. Që është lejtar maj mirë sa Abdullahi, edhe së Rëzhveqaj. Se 2 që i ke morë pej Zvicra që marë të i bo reklam, 2 mi bo bashkë, sa Dabi nuk vojnë. Të drita, kime po që lojnë, këshëre lojnë me Shkendine kena këtë mrana, këshëre shfar lejtar është. Ose broja sa i tjetër, sa i tjetër. Dhe ma na veç kur na thret dikush mi thonë... Të na do të me dalë jashtë për mu bajë rëndësi shumë rena. Shkush defekt. Milin Daku, i dhoke ka 37 gollane për kampionatë respektive, të na, ja, le pret, që me prit mërej, kërë me prit. Dhe ti vjen merë Muharrem Saiti që a i lunë mirë futbola, pa ja bës funksionë kështë. Nuk funksionë kështë. Merë mëre, anis dhvynë qitë kompeticion. Ja pja 2 minuta, është të në protokoll, banë e letor tonën. Kur do qitë dhvynë rrugës sirë, a i qëtë është? Edhe s'ka problem hecë. Jo, kur. Ramiz, jo, përveç sportit jeni, unë e kom qef me thonë, ju keni qenë edhe pjestari u shëkës, një si mirë rrethana politika në Kosovë. Politika në Kosovë, këto vitet, ose me thonë dekadën e funit, e ka karakterizu komplet gjën, me të mirat e me të këqijat e veta. Qysh po e shekejt, qa është ka ndodhë, sot du të të bëhet edhe të propozohet kandidati nga radhët e vetë vendosjes, zote Glauko Njupsa dhe SOS, gjadh, veni pritet me shku në zgjedhje. Qysh po e shekejt këtë gjë? A mund të reflektoj kjo edhe në sport edhe në jetën tonë të përgjithshme? Kjo këtë që rëkshekulli i shqiptarve, ka më mojtë menë për 2 gjëra. Krejt tjerat i ka perfekt, veç 2 ka shumë keq. Amo fort keq. E para, shkurja në hage krerëve të qokas, është pika me zezë këti që rëkshekulli i shqiptarve. E dyta viti 2025, që e përmbyllë që rëkshekulli e parë, do të mohet menë histori që një skenë, një kasë politike, një elitë politike, nëse mujmë i qujtë kushtimisht, ja kanë hu plët 350 Kosovës. Dhe qito s'javë ko Kosova bërqë. Tana tjerat, këto politika ditore, shantazët, shpifjet, luftën nër bryllat, tana javë përbin Kosova edhe mjazharit, po qito s'javë përbin. E di pse. Së deni që e proklamojshin, së do është dikon të thonë në 19 nëntore, Jo, po, sot është data 19. Me 19 nëntore roken men, me kalëzu që duhet mi maratu marveshet nërkomtare 200 milion. Kënja që janar, e ke pas shumicën zëtëri. Këj popull t'i ka dho 52%, sa ja ka dho këti liderit suprem. E ke pas shumicën. Nuk ka rrit me kriju klim, frym, që në shtet me thonë, o njerëz, unë jam fitusje, hajde si qëtu janë të shtetit, nuk janë të mijat. Unë ka me jetë se si marrë me veti. E ke polarizu dhe impulс, se të cilin njëre dhe taksistë dhe ata vulkanizirat. E ke po, ata që ta në rojnë gumet janë polarizu. Nuk ka njërin këtë bja, këtë Kosovën tonë për 25 vjetë, që ke klasë politike që se kanë qujtë hajdët, bandit, tana, edhe në fund, se kuptojnë me qëfar forme provojnë me pas bashkëpunimin. Në politikë me gjatë e ka një etikë.
nuk munen me zavendësuashim thoqin, o dash le të shojnë, dash le të rënë, nuk është i papërsëritshëm. Nuk mujnë me fshi prej faqës të historisë atë njeri, sa dë që e përvojnë me çfarë do lloj linqimes. Nuk munen me i zhduk prej atë listën, unë e kam një zyra atje maj një kushtetu që një deklarat që kanë ata deputet që kanë qenë, a rasisht, a me merit, a pa merit, ata janë nënshkruar të deklaratës pavarësisë të Kosovës e të fshin me retraktori. Çdo gjë që e krijon njëri, e krijon në radhë parë me shërby familjes edhe vendit. Tash, përpara, o konë muhabet tjetër që ti e ke prit 2000 vjetë mundësinë me të dhonë mundësia me jabon një argat Kosovës, apo ja? Për mërnu që ta fëmija tonë shlirë, mës me full kështë sërbësht, më shku në shkullë cilë ndojnë, mës më mësu aram në përmole në për gazetë për si na, me pos kushtet solide, nashta jo të mira si jem shtetë vetë që 17 vjetë, po mës me pos ndjenjen që vjetë i kushtë rrinjshpe, ose vjeta mërë babën të alidhë të mërë këta qënquzë. Po. Dhe ma, qytu javë ka bo që kjo ushtëria shtirimtare e Kosovës, nashta javë ka mundësu edhe ka pak edhe me na sho, edhe me na fyë hitsko gole. E bonu që këja së shumë ma shumë se kaq. O shumë ma shumë se kaq. O shumë ma... E disa pak e kuptu njerëzit. E viç klarë kështa që ka lëzej, nëse e keni përgjel, se sa është që këja. A vëde, kjo mendësia, kur folim të mendësia Filikocit atje, nuk dalë shumë për mendësisë Filikocit qeverisës kë. Sepse veç edhe qëtë element, nuk ka ndodhë vetë prej 2099-ës. Na kemi institucione përkëshme vetë qeverisë dhe ka sëndu një rand juridikëve, që të ke funit e kemi kriju vend. Nësa ma fërë i kemi dho përparësia që është ma me emergjencë, edhe pse së dojnë na i polec me na kalzu. Tash të ndërë, tash kini legislatut, e kini kushtetut, e kini legislacion përkatës që pëthuaj se në 95% si pas vlerësimeve të bejës, na i mlojmë sferat e jetës shoqërore në këtë vend. Dhe kur asnjëherë ma shumë, se sa në 2 vitet e funit, nuk ka të lashe jurisdikcioni i vendit me zbatueshmëri. Në shtetet nuk nihen për mekanizmat vrashta, nihen për zbatim ligje. Dhe asnjëherë nuk ka ndodhur ma shumë në shkelësi maj madh i ligje me konë vetë shteti, vetë qeveria, veç ata që menaxhojnë me shtetin. Se ushtari u qekes, se po shkojnë drejt funit edhe këto e kam, cila kishte me qenë thirrja jote që kjo kastë politike dhe kjo shoqëni të ullë nivelin e polarizimit edhe një thirrje mja u bo për reflektim? E para, nuk mund është me nalë polarizimin nëse nuk e do Kosovën. Thira e pare, vetme që ja u baj prej fëmijës që i ka 7 vjetë që është në gjendje me kuptu që apo thu, e dhejta e që i ka 70 në cilën dë pore të sferës shoqërore. Duje Kosovën. Dhe të dosh Kosovën, je ma pak polarizus. Nuk po thamë që është du krejt. Thira emergjente o që duhet me u bo bashkë sepse shteti është këgjangëllapsë dhe rrezikshmëria e mos funksionalizimit të rendit juridiko kushtetues. Shteti nuk bankrotën nëse s'ka pare, nuk bankrotën nëse ka trazira sociale, nëse Serbia provon me na him rana. Kur që është ndodhë? Ndodhë vetëm atëherë kur mekanizmat juridik shthurën dhe nuk funksionojnë. Këta njerëz kanë obligim, se cilin përgjegjësinë e vetë, aty ku e ka, mos me ka polarizues në institucion. Morën aspektin politik kërsh zoti i boft, hiç kim të lashën ama atë pjesë. Mirë është me mbas pak etik, me ruaj gjuhë, me konsideru, me pas respekt ndaj njëri tjerët, po në institucion nuk duhet me shkatru të menu që veç nëse bëhet që shtamon institucioni për paran. është gabimi madh. Dhe thirrja jame vetme është Kosovën duajne se shtynë cili biduni ma shumë dhe që atëherë keni me pa edhe unë edhe ti edhe gjithë njerëzit që kanë me jetë punë të marë. Veç tu shtyjun e ti jetën, cile e dojnë a Kosovën ma shumë, nëse i baj 2 punë të mirë, unë ti kemi bo 3, a tjetëri ba 4. Dhe në politik duhet jetë kjo, unë e kuptoj rivalitetin, e kuptoj luftën për ego, se na jem kem qef bre me kontë partë gjithë tonë kryetar, tonë sekretar, abdi kem qef që është. Po, kur unë e ti respektujmë njën e tjetërën dhe unë e ti garojmë cili me bojmë punë të mira për veni ma shumë, ajo generata që u le hala, e këta që janë lindja në dvogël, dhejtë aj që i ka 5-16 vjetë se hala ka nevoj për dorën e prindit, që ata janë përfituesit më të mëdhej sepse na bojmë punë të mira, që nashta na nuk ja morëm fort rezultatin momental, po ata që vinë e kanë mundësinë edhe me shfrytzu, edhe mu mësu mi dosh Kosovën ma shumë se sa që e këna dosh na ndoshta. E marrin si model.
ish dashtë. Ramez, për mu ke shumë knatësi që ishe pjesë e emisionit. Sinqerisht knatësia jam edhe punina shumë mirë dhe emision ma të relaksum, këgja mëti nuk kam qenë, sepse na i na mësu këgja shumë me pas nga tesa, debate, zhurume, këtu qetë, falemderit shumë për ftesën edhe njerë, Faleminderit edhe për mu ke shumë knatësi. Shimin e emisionit tjetër?